dy deklarata që janë bërë në 24 orët e fundit nga Serbia që kanë lidhje me shqiptarinë, me Kosovën, me Shqipërinë. Së pari ishte presidenti Vučić që i bëri thirrje trajnerit të kombëtarës që shkonin poshtini edhe fjalori që përdori terminologjia Shqipërinë në 7 qershor në Tiranë në ndeshjen e futbollit. Edhe së dyti, pra duke ngritur një nacionalizmin duke përfshirë politikën në sport, pra rreziku që mund të vinë nga kjo, nga përgatitja e kësaj ndeshje dhe ajo që mund ndodh. Dhe së dyti ka qenë deklarata e ministrit i jashtëm Gjuri që ne jemi popull qellor dhe kur të jemi të denjë do ta marrim Kosovën. Pra sërish retorika. Për një moment u duk sigur u qetësuan ngjarjet me ardhmjen e verës, se duket vetëm në dimërisht janë gjërat më tensionuara në rajonin tonë, por janë rikthyer prap. Pra sërish nga Beogradi ka tentativa për ta rindezur. Për këtë të përgjigjem saktësisht për çështjen e futbollit nuk isha informuar. Çështja e futbollit e ka më shumë te rreziku që mund vinë nga përgatitja e skenarëve të ndryshëm në Tiranë. Pra tek çështja e sigurisë, e kam fjalën tek siguria në këtë rast. Pra ajo që mund të ngjallë kjo deklaratë tek nacionalistët serb, që mund të ngjallë kjo. Megjithatë sa po kuptoj unë në lojën e ashëm Shqipëri-Serbi në Tiranë. Po, në datë 7 qershor do zhvillohet ndeshja e rradhës, Shqipëri-Serbi, edhe Vučić para ndeshjes ka kërkuar trajnerit edhe me gjuhën e përdorur me retorikën shkonin poshtini ata, por unë e kam më shumë tek kjo pjesa jashtë fushës, tek fryma dhe ajo që mund gjatë tek retorika, po. Sigurisht në Tiranë ndoshta rreziku është i madh që mund të kemi edhe incidente. Po. Unë mund të ketë incidente, por nuk e kam me dyshje se struktura e informacionit në Shqipëri është shumë më mirë tani se në Kosovë, po se po, ajo dihet. Dhe do të thotë qa është akti më i keq karshi shtetit nga kuptimi kriminal është ai i terrorizmit dhe ju atje keni një kundër terrorizëm tani ko gjatë konsiderum dhe ko gjatë formum dhe ko gjatë përgjegjës në veprimet e tyre. Dhe gjithmonë krahasim me rajonin, unë vlerësoj punën që bëhet në Shqipëri atje dhe nuk ndjej aq frikë të madhe se do të ketë ndonjë akt terrorist për masave të shqetësuese. Sa e përket retorikës, zotëri Balla, kjo është shumë e rëndësishme, sepse retorika e Vučić ka qenë edhe ajo e cila ka thënë se para se të ndodhin akte terroriste në veritë Mitrovicës atje, ai është i cili thirrej dhe thoshte se të rinjt Sërb në Kosovë nuk e pranojnë shtetin e Kosovës. Dhe ata po kërkojnë që të ketë ndryshime, dhe ata kështu, ata nuk do e pranojnë Kosovën. Do të thirrjet kanë qenë konstante që rinia serbe, etnia serbe në Kosovë do të revoltohet karshi institucioneve të Kosovës. Dhe këto janë mesazhe direkte për shtetit në shtet, sepse ndryshe është të gabohemi ne, të cilët nuk kemë përgjegjësi institucionale, dhe ndryshe është kur thot diçka një lider i një shteti, sepse e thëna e një lider i shtetit në sistemin ndërkombëtar ka konsekuenca. Dhe ai ka bërë thirrje të tilla. Gjithashtu është do të thotë dihet tani më sponsorimi rus për akte terroriste në rajonin tonë, dihet bashkëpunimi serb dhe logjistika serbe për të arritur qëllimet nga akte terroriste, të cilat kanë për qëllim shkatrimin e shtetit. Dhe ne këtu duhet jemi në Kosovë, sidomos koshient, unë e bëj kërkesë nëpërmes juve tek institucionet e Shqipërisë që gjejnë forma ka përcejnë ignorancën e përkohshme që po paraqitet këtu në Kosovë dhe të kërkojnë të shtyjnë përpara bashkëpunimin me Shqipëri, sepse është interes i përbashkët edhe i Kosovës edhe i Shqipërisë, e sidomos i Kosovës kur rrezikun e akteve të tilla e kemi me lartësi të madhe.
Zoti Gaxheri, për ta mbyllur, ju lutem jepni një koment edhe për atë që do ndodh duke nisur nga 25 maj stërvitja e NATO-s Defender 2025, që do përfshi Shqipërinë edhe Kosovën. Kjo do të thotë në gjykimin tuaj se ende Ballkani ka rrezik për një konflikt, apo është një përgatitje për rrugë, për kanale komunikimi për atë që mund të ndodh në lindje? Kjo mund të po sigurisht për pjesë të tjera të botës ku mund të ketë konflikte dhe ne mund të japim kontributin të tonë, kontributin tonë për siguri dhe paqe. Kjo apo se po dihet, për atë arsye bën edhe zhvillimet, por edhe tjetra është se do të thotë unë si e shoh, qofsha gabim, aktet terroriste janë fillimi i mundshëm i një konflikti i tamatosur mes shteteve tona. Dhe do të thotë është indikacion ky, sepse ne dim tash se këto akte terroriste të cilat kanë qenë në Kosovë kanë qenë të mbështetura nga shteti i Serbisë. Dhe unë kam thënë shumë herët, kur terroristët ikën në Serbi, tani topi është atje dhe institucionet e tjera, shtetet e tjera, fuqitë e tjera do kërkojnë përgjegjësinë nga shteti i Serbisë për ata terroristë të pimbon. Por gjëja reale është kështu, se nëse Serbia nuk sheh rrugë tjetër të funksionimit të saj sovranist dhe do të thotë mos dëshirën për të inkorporuar apo për të hekur dorë nga autonomia e saj dhe të delegoj autonominë në Bashkësinë Evropiane, atëherë ka gjasa që të provokohet konflikt apo luftë këtu në rajonin tonë. Dhe kjo i konvenon shumë Rusisë, sepse sikurse në Kosovë që aleatët tonë janë paqmbajtës dhe luajnë rolin e paqes në rajon, atë në një situatë të tillë, për shkaqe të rivalitetit strategjik, për shembull mes Rusisë dhe Amerikës dhe mes Kinës dhe Amerikës, atëherë sigurisht Kina dhe Rusia janë shumë të interesuar që të vëjnë do të thotë trupat e tyre ushtarak në territorin e Serbisë, në emën të asaj që quhet për të bërë paqen. Dhe kjo do të ishte fatale për Evropën dhe për neve. Zhvillimet janë dinamike dhe të vrrullshme. Shpresoj që në vazhdim kemi mundësi të flasim sërish. Unë të falenderoj shumë për bisedën ditën e sotme, për analizën Kosovë në rajon dhe me gjërë. Arian, t'jam mirë njohur shumë. Shumë faleminderit zotri Balla, kam kënaqësinë gjithnjë të ju përgjigjem pyetjeve tuaja dhe i përshëndes ju dhe gjithë shqiptarët kudo janë. Shpresoj që në zgjedhjet e ardhshme shqiptarët të Kosovës të marrin pjesë masovikisht dhe të shohin sa është e rëndësishme vota e tyre për shtetformim dhe shtetndërtim të Republikës së Kosovës. Sipas gjitha gjasave drejt këtij skenarit po shkojmë. Unë të falenderoj. Faleminderit edhe nga ju. Zot mirë.